Ja dhe byrekun tonë e kemi gati, është pjekur ashtu si duhet, vjen një aromë mrekullueshme. Për përgatitjen e kësaj recete na duhen 500 ml qumësht, na duhen 3 kokra vezë, na duhet një pako me pete gatshme të pjekura, krip, fara susami, vaj ulliri edhe një plur për pjekje. Gjë e parë që do bëjmë është do prestim petët, e presim kështu në fije të olla. Unë këtë e quaj një recet me çaj ndodhet në shtëpi. Me thënë drejtën kisha një pako petë, mi kishte sjell mamja. Një recet super e mirë për ato anvisa që nuk kanë kohë të gatuajnë edhe duan të hanë gjëra të përgatitura vetë. Pasi kemi mbaruar me prerjen e petëve, do t'i hapim kështu mirë. Edhe do t'i kalojmë me janë për të vazhduar me pjesën tjetër të recetës. Vazhdojmë me rajen e vezëve. Pasi kemi raur, do t'i shtojmë pak nga pak edhe qumësht. Tashmë, të gjitha masat do t'i jetën një tenxhere. Me thënë drejtën, spërgjeja do t'tasin e porcelanit edhe thash po i bëj të tenxherja. Bëjmë qumshin. Do shtojmë vajin e ullirit. Do shtojmë krip. Do shtojmë edhe plurin për pjekje. Do thoni ju pse i shton plur për pjekje duke qenë se petët janë të pjekura. Me thënë të drejtën, kjo e bën që byreku ose receta të kolloj më mirë edhe pishet më kollaj. Gjë e fundit që do bëjmë tani është do shtojmë edhe petët që prem pak më përpara dhe do t'i përziejmë mirë derisa të lagen të gjitha petët. Pasi kemi përzier mirë petët edhe janë lagur, tashmë do vazhdojmë me hapjen tjetër. Do marrim tavën ku edhe do t'i pjekim. Në tavën ku do t'i pjekim, do hedh pak vaj ulliri. Edhe përhap me gishta. Si që bënin më përpara, edhe pse kanë furç, po përdora metodën e vjetër. Tashmë të gjithë masën do ta hedhim në tavë edhe do ta përhapim mirë. Gjë e fundit që do bëjmë, do t'i hedhim farat e susamit. Kush më ndjek e di që në shtëpinë time nuk mungojnë asnjëherë edhe në çdo recet që bëj me petë, unë i hedh gjithmonë fara susami sepse japin një shije shumë të veçantë. Ja dhe recetën me çfarë ju ndodhet në shtëpi e kemi gati. Tashmë do ta fusim të piqet në një temperaturë prej 200 gradë për rreth 30-35 minuta. Ja dhe byrekun tonë e kemi gati, është pjekur ashtu si duhet, vjen një aromë mrekullueshme. Nëse po pres ta provoj, ju sugjeroj që ta provoni dhe jam e sigurt që do më falenderoni. Na bëft mirë.